derisa thirrën në llogën e Partisë Demokratike, në krenarinë që gjëja është një parti e trashëguar nga ushtria shërbimitore e Kosovës për zonën ku po flosëm, ata thirrën për me marrë privilegjet, për me marrë gjitha ato dhe për me marrë pushtetin. E çai kanë bërë drenosit para mendon ne sot jemi orë këtu në këtë drejtë ku po folim për ujin e pijes. Po uji e pijes ka kapacitet komuna drenosit edhe me buxhet të grandët qeveritor që ka 10 për vjet qeveria më ndon me ligj, ka mundësi se me rreth 1 milion euro na mundem me e furnizu komplet teritorin e komunës së Drenosit që është rreth 290 km², dhe me thonë është një komunë me sipërfaqe në formë është solide, nuk është e madhe dhe nuk ka fshatra, dhe me thonë sa i përket relievit që dikun e bën të pamundur pumpat e ujës. Ne furnizohemi nga liçeni, dhe me thonë i Ujmanit, dhe po ashtu e kemi në proces është një memorandum me SADI mes komunës dhe Qeverisë Republikës së Kosovës për ndërtimin e liçenit grumbullues të ujit në Verbët. Mirë, po këtë do të marrë një tretman, sepse kështu nuk do të me vazhdu. Mirë, po do të më kthej në retrospektiv, se në vitin 2011-2012, qeverisja e kaluar e Partisë Demokratike të Kosovës e ka fituar një grant nga Bashkia Ndërkombëtare dhe çka ka ndodhur i ka varros gypat 19 dhe ata gypa kanë dalë prej sistemit në shumicën e fshatrave të Drenosit dhe sot kërkush nuk jep përgjegjësi. Pra gjithë ata që dëshirojnë dhe ikin nga studiet televizive, sidomos kandidatë e Partisë Demokratike, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës do të na ardhë me dhënë llogari për paraardhësit e tina, qysh i kanë dëmtuar fundet që i ka dhënë Bashkia Ndërkombëtare. Madje është edhe tërë për Bashkinë Ndërkombëtare, nesër pas nesër me dhënë një llogari, se do të me dhënë një llogari institucionale. Komuna me dhënë llogari, keni në arkiv të komunës në letër. Nuk ka dhënë. Besoj që BE i ka falë parët që këta mishë një gypat në tokë. Edhe mandatin e kaluar nga drejtori edhe urbanizimit e infrastrukturës, po edhe tani mirë, po nuk kemi gjetë një bashkëpunim caktum dhe kam kërku që me hy dhe ata gypa me gjithë, ose mi hekrej, unë si përmen një termin varros për me ka varros, dhe ata janë beti jashtë sistemit fundet kanë Ta thjeshtoj, orët janë dhonë, gypat janë nërto, kur nuk janë funksionalizu dhe sot që janë funksion, edhe nuk keni po letër që ka zonë që ka ndodhë me to. Pa tjetër.